kushtit tem dhe punës teme. Për babën folëm, e cekëm që ka qenë për krasim qysh si fmi, mande e ka vazhdu Luli. Edhe Luli ka qenë jo për kras, po shtylla kryesore e punës tem. Se është shumë vështirë një femën me punu pa përkrajen e familje, sidomos të burrit. Kështu që unë jam i njohse edhe ndaj Lulit, që më ka kuptu se kur jemi martu me Lulin, nuk kemi knu si kur tash që kemi përfitimin nga konga. Kemi knu veç për qef. Dhe Luli asnjëherë nuk ka thonë që ke knu sa ke knu të baba, hajtë se bala, shtash, kemi vazhdu prapë. Po erdhe një kohë që konga ma veç është bo edhe komerciale, thujase. Kështu që po e gëzojmë bashkë me Lulin. Do me thanë, mbështetja e ti ka qenë shumë e rëndësishme, po si e takove Lulin? Si u bë që u takove me një lapjan në mushtish? Po na foka kismeti ka së qonë. Luli ka qenë futbolist i një orë në atë kohë, ka qenë futbolist për balkonin e Soarikës ka lujt. Unë jam konë konktare që sa u pata afirmu atëherë, edhe u takum, i kom pëlqy si vajzë, bile kur u patëm njoftu, baba jam, tha, thot nanës teme, tha, shyritja, tha, e ka gjithë, tha, një djallë, tha, një lapjan. Agja jam, kish pas po mu për shkollës, kër këm dalu në mramje, Luli të më përcjall dhe të stacioni autobusa, s'kish me kumë të akum tjetër, edhe agja më ka po, edhe i thot babës tem. Thot, do këtë, thot, shyritja e nifte, se punon të në Soarika aty, edhe Luli ka banun aty, dhe thot, kur i thot, baba jam i ka thonë nanës. Njerë më tha mu, thash jo, mërë, thash shok klasës e kam, po qëfar, unë si krejt qikat kësë pranoj njerë. Shok klasës e kam. Kur i ka thonë nanës, nana ka thonë, e ku o mëja, shka është a i lapjoni, ku është a i lapjoni, ku jetojnë ata? S'kish mi njoni atëherë për televizorive, qka u konë, s'ka pasi kur tash me dit vendet, nana tona, sot që ka ndalë ku me dit sa, me dit Kosovën krejt, ku janë e tek janë. Po fati ke që unë joftu me Lulin, nuk ma prishi baba edhe këtu. Ta të ka pëlqy, dulm u taku me Lulin, tha ish djali mirë, kur është kismeti do kënë krejt mira senet. Tha djali, tha shumë ishti mirë. U fejum, u martum, kur u martovan atjen po dujev, ma bëjshin katon, janë fol gjithmonë se qikat e mira si kanë lonë me dalë prej katunit. E kemi pas na, ka qenë ajo një farë, jo regull, po ka qenë një, se në janë martu brenda mushtisht. Brenda se kemi fise shumë, po, edhe janë martu me zveti. Qike në motrës, qike në kunatës, e krejt që aty jënë sjellë. Edhe una, tash kur fillu me shku në shkollë, dolem pak prej mushtishtit, jonë Soareke, jonë Prishtinë, mandej janë joftu edhe me djemë tjerë. Qysh, thëshin e kanë shumë me dalë pe katunit, shretën me shku në po të jemë. Qysh, mëre ti me dalë. Thash, po i valoj ti shako në mirë më kishtit nalë, shka me bo, tash ti unë e dola dhe qështu kismeti ke. Po, edhe pse u konë largë Luli me familje, do me thonë, po du jem, atëherë, e tash edhe ma herët që nuk u konë si kur tash, e letë me udhtu, po ka një familje, printe Lulit, kanë qenë tjash zakonshëm. Nana nuk ka jetu shumë gjatë, mas jo martu, po nuk po thamë, pse ajo tash nuk është, me thonë fjallë të mira, po sinqerisht e kum konsideru edhe e kum gjetë ngrohtësinë e nanës tem. Mirë po, vdi që re nuk pat jetë me jetu ma gjatë bashk, kështu që edhe baben, familjen, krejt më kanë prit, jashtëzakonisht mirë se me jetu me një rreth tjetër, për para ka qenë pak ma ndryshe, me një mentalitet pak ma ndryshe, nuk është si kur tash. Sa rritet për shtatesh, sepse ti nga mushtishti shkove në Podujev? Podujev, po. Unë mirë shumë. U përshtata shumë mirë, se njerës të shpisi kisha shumë të mirë. Më pritën shumë mirë, isha nusja ma e madhe, vjera më dojke shumë. Dhe ke më silaj durt ti, se të prishen durt. Nuk më loke mi laj entë as njerë. Bikje keq, unë jo që punoj isha naj punë ku me diçka, të buka, dikon, kisha qef. Edhe pse mu nuk më kishra me punu punë të shpis, se kisha gjyshen e re, e kisha nanën, grunë e agjës, unë e veç me knu, me dalë, do me thonë, si shpuna jame të punë të shpis. Po, kur u martova, kisha qef mi ditë, edhe pse vjera, dhe ke jo, ti veç veshu,
kemi me shku mas dite të shoqja vetë, Akshëm Qefi, ka qenë Prishtinalike, po edhe i ka njek ato zakonet që me shku me nusën. Ti thë ke veç, kur hangshmi drek, unë i qoj end, i laj, ti veç veshu edhe me shku na për qef. Më ka dasht shumë, ka pas merak.